Hey, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku një supë të shëndetshme për iftar, por jo vetëm, mund ta përgatisim të gjithë, ka thjerza, mish, viçi, shumë perime dhe spinaq, prandaj është jashtëzakonisht e shëndetshme, por unë nuk do harroj t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Si fillim na duhet rreth gjysmë gote nga këto thjerësat portokalli, i gjeni thuajse në çdo market, do e shtojmë në fund të tenxherës së presionit. Tani që jemi në Ramazan, do mundohem, inshallah, dash Zotit, do e realizoj t'ju postoj sa më shumë supa që t'i keni të gjithë. Dhe nëse ndiqni videon deri në fund fare do ju shfaqen 4 recetat më virale më të pëlqyera në kanalin tim. Supa përgatitet shumë lehtë dhe në mënyrë shumë të shëndetshme. Do të shtojmë në tenxhere 1 litër me ujë. Tani do të shtojmë mishin, 300 deri 500 gram mish. E mira është mish me kocka sepse ai e bën supën shumë të shijshme, por unë sot kam mish pa kocka, kështu më qelloj. Do të shtojmë disa kokra piper të zi, disa kokra piper të kuq. Do të shtojmë 1 kokë të vogël lule lakër. Lule lakër është shumë e shijshme, bën supën kremoze dhe shëndetshme. Do të shtojmë 2 thelb me hudhër. Hudhrat, siç ju them gjithmonë, janë antibiotik natyral, gjithsesi tek pjesa e erëzave, secili shton sa të doj dhe si të doj. 1 qep, unë kam këto 2 gjysmat e qepëve që kam pastruar nga qepa tjetër dhe 1 gjysmë që kisha nga sallata e mbrëmshme. Do të shtojmë 1 karrot dhe gjithashtu do të shtojmë 1 kungull. Duket sikur supa nuk ka shumë ujë, por do e lëm kështu sepse do e bëjmë kremoze dhe pastaj do të shtojmë ujë. Si fillim do i shtojmë edhe 1 lugë çaj me krip. Dhe do e vendosim të ziej tenxheria ime e presionit për 25 minuta. E bën gati, nëse e bëni në tenxhere pa presion do duhet të shtoni pak më shumë ujë sepse mund të shteroj dhe shtoni nga pak. Gjatë kohës dhe mishi do doj më shumë. Mishi im është mish viçi rritur në fshat që bëhet shumë shpejt. Vendosim të ziej dhe përgatisim gjërat e tjera që na duhen për supën. Supën do e shoqërojmë me copë zabuke të thekur dhe unë po ju tregoj si e përgatis unë në mënyrë më të thjeshtë. Të e kam thekur në theksin e bukës, zakonisht përdoret gjysmë fete apo 1 fete vogël për person. Këtu kam shtuar krip, plur hudhre dhe pak spec të kuq. Do i shtoj pak vaj ulliri. Supa vazhdon të ziej ndërkohë ne merremi me përgatitjet e tjera. Na duhet 1 gotë me kos. Prandaj u thash se kjo supë është shumë e shëndetshme, sepse gjërat e shëndetshme që i kam shtuar janë pafund. Do të shtojmë 3-4 thelb hudhër të freskëta. Kemi shtuar edhe hudhra brenda, por këto të freskëtat do japin edhe më shumë shije dhe do shërbejnë tamam si antibiotik natyral. Do të shtojmë gjithashtu 1 lugë gjelle të rrafshët, jo plot me miell, gjosa për të mbledhur paksa kosin. Do e përziejmë mirë dhe kosin e kemi gati, do ju them unë kur do e shtojmë. Tani do shohim nëse supa, pra mishi ka zier plotësisht, do vazhdojmë me supën. Supa është gati, mishi ka zier plotësisht, do të heqim mishin veçmas për ta bërë në fije dhe do të frulojmë supën. Tani do të shtojmë 1 lugë gjelle me gjallë për aromën e mirë dhe shijen që i jep. Rreth 2 apo 1 lugë gjelle djath grana apo parmigiano i grirë. Nëse nuk e keni nuk prish punë, por shija që i jep është fantastike. Dhe kështu, siç janë të gjitha në tenxhere, do i kaloj me mikserin e dorës. Duke e përzier, vazhdojmë dhe shtojmë të gjithë sasinë e kosit.
Sa supa është e ngrohtë, do të shtojmë spinaqin. Shtojmë nga pak spinaq dhe e përzijim. E kalojmë mishin në fije, mënyra e saktë për ta bërësh me duar. Asnjë dorashk në botë nuk është më e pastër se duart tona që lahen me qindra herë, më besoni për këtë. Shtojmë të gjithë sasinë e mishit. Supën do e mbajmë në zjarr edhe për rreth 10-15 minuta sa të na zbutet spinaqi, por gjithmonë duke trazuar që mos të na ngjisë. Dhe supën e kemi gati. Jam shumë krenare për shijen që kam krijuar, se kjo supë jo vetëm që është e shijshme, por është plot me vlera, me thjerrzat e kuqe që kanë hekur, kanë fibra, ka spinaqin, ka plot perime. Gjithsesi nëse lule lakra nuk ju pëlqen apo nuk ju gjendet, mund ta zëvendësoni edhe me patate. Gjithsesi unë nuk e këshilloj të zëvendësohet, por kjo mbetet në shijet dhe dëshirën tuaj. Jemi në fund fare të videos, tani do të bëjmë edhe servirjen. Gjithsesi, unë nuk do harroj t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim dhe shihni për herë të parë videot e mia, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Do të shtojmë edhe disa copëza nga buka e thekur, pak vaj ulliri, dhe supën e kemi gati.